Të më tonë si të mdel kamera mu për para qështu, one me një herëm qelet goja. Babit nuk është që i ka pëlqy shumë. Ma beke jo se ke me lonë shkollën anash, qatë konë shkollë janë e sën kejtë ma bo, ke bu TikTok, knej. Sa për shambull mundet me fitu një TikToker në Kosovë? Me 2-0 mas shifrës, për vejtje po flas. Në lëks për nëshme përjetu veç për TikTok-ë. Kam shumë kontakt në njerë se jam shumë lafatore. A jeti Selma, thash jo nuk jam mëne. Jam qika. Tash jam qika. A ishe hina në Big Brother? Jo njëdën, kom thonë ose sot pëm në pëlly, edhe një publik i tonë shqiptar me këshyren, po di mija të këto sa dë që janë tradicionale, sa në menoj që mu nuk kam rejnë mirë. A kishe vesh për hatër të vjerës, pra, për shambull nëse të thotaja, po ne këm qefe, po du me po në to. Po normal, se edhe onës kisha pas qef nuk s'ti avlatem, për shambull mja prish nonës tam. Ja kisha po qefin. What's in my bag? Të këshyrim qka ka në qonë. Qka mo? Fakultet nuk del? Ja, jo, qa me lyp me dal fakultet. Përshëndetje miq të gazetës Demos e të podcastit Tupa Tupa, mirë se po takohemi edhe në këtë të shtunë. E dini që në TikTok mundi me pa njerëz veç që janë virale. Një prej tyre sot do ne kam në studio, e që përveç që është virale është edhe tepër e bukur edhe veç me të bukurën merret. Kështu që sot me mua në studio është Sara Limani. Përshëndetje Sara. Përshëndetje. Që që ja qëllova ma në fund se blokova. Ja, shumë mirë, edhe mbledhe edhe ponina shumë e privilegjume që më cilësove që ashtu se virale edhe bukur, njëta fjali kam e dhone për ty, se si kukull. Shumë faleminderit. Jina mësu për një me që në TikTok me pa njerëz veç që janë virale, dhe për një me tash nuk muna mos me e thonë që atë sen, se në momentin që hi nuk ka shansa 2 herë me abo, direkt më del diçka e jotja. Po si fillim për të më të vit, a men videon e parë që të ka shku viral? Po, video e parë u ku në shkollë të mesme, edhe se dias qysh të ke mora gudzime, vishta për bëj edhe për postaj, u ku një Get Ready With Me për në shkollë. Edhe në qatë ko në shkollë janë e sën kejtë ma bo, ke bu TikTok, knej. Po mas që asaj di qysh e kom pa që po më flenë zamër kamera edhe kom vazhdu kom bo video tjera. Nuk është që krejt mas asaj kanë dhes, po me kod, dhe me thonë të më pa njerës të më njoft, kam vazhdu dhe ju kam pëlqy videot e mija. E përmen në shkollën e mesme, për bjen një 2-3 vjetë, anaj sen që i kamerash me ta? Po, i ka rreth 3 vite që jem të merë me ta. Ma profesionalisht janë 2 vite që po merë nga kështu konstant. Edhe qysh është puna e TikTokut? Se për shambull, na që unë punoj si gazetare dhe kam edhe qëtë pjesën që për shambull ndalin video në TikTok e sene, po ndryshe për jetë jone, ndryshe për jetë në ti që e ki ta më ashtu punë, nëse mund është me llogaritën punë. Po, atëherë tregova edhe mrapa kamerave që i kam edhe 2 puna tjera. Këta e kam punëve të qefit që më flenë që shtregova ma heret edhe më lidhet edhe me punën tem tamën që e kam punë parsore si make-up artiste. Më ka lidh shumë me audiencën, me femna, lirësht të më shkruaj, në më pysin për çka do lidhje me bukurin, ju përgjigjna mas në i ka kur ju përgjigjna edhe për mes videove, ju pëlqejnë edhe kështu. Qysh mundesh me menaxhu qëto, për shembull mi pas edhe 2 punë të tjera, edhe në të njëjtën kohë edhe TikTokun, se nuk është që të merr kohë me kohën ashtu aktive në TikTok, se duhesh me përcjell trendet, me pas çfarë po del, me bo video ekstra, me çmu liu më gati ekstra për me bo një video në TikTok. Atëherë, për mu lyj mu bo gati, kam kështu qëtë det rutinë, se njëna shumë ma mirë, e sidomos në punë, kur njërë si make-up artiste, dosh me qenë pak ma e kurume, ma e grimume, për me të pasi pasqyr kliente, ose kushdo tjetër që të shë. Sa i përket kësaj qysh po kam kohë, qysh po gjej kohë për punën e TikTokut, qysh tregova është krejt që e kam qef. Do me thonë si të mdel kamera mu për para qështu, one me një herëm qelet goja, interesant është shke pjesë. Edhe sa do e lodhë me konë, edhe pse në sezon prap s'ka mujtë atë shumë ju përkushtu TikTokut, po prej disa bashkëpunimeve i kom do edhe i kom bo. Do me thonë po lidhna edhe njëherë të qato fillimet të tua, se po du me nejt paka shumë njëherë që atje, se krejt e dina si gjdo fillim për një me është i fshirë më një farë forme, edhe na jena si popull që si na del një femë në TikTok, me pa një mashkull nuk është që para gjykojnë ashtu, që qa buni, apo ai është burr, ai gëzove po shka dojnë, ama të pas parasysh që ka komente të llojeve të ndryshme, edhe e di që nashta nuk është që ta ka një ashtu shumë, se ka njerëz që ja kanë nisë punë dhe kanë qitë kanë lënë momentin që kanë marrë komente të ndryshme, po ti çu ke menaxhuar ato komente? Atëherë, zakonisht njerës shkruajnë çka do që shohen ty.
po e vërteta është që ti din qysh je tamam si person mrena, edhe nuk është që më kam bo kur përshtypje komentet. Ka naj koment, nështë që më shkruajnë shumë negativ, po që me kalimin e kohës e shoh, thëm nështë është mirë për mu përmirësu në qëtë aspekt, edhe veç e losi koment për me u përmirësu, jo na i sa ma shumë. Qka është një koment që të ka një mu ty personalisht më përmirësu në qatë drejtën, për shembull që dikush ka thonë diçka dhe ti ke thonë prej dy shpak të nalje, të këshyri për një me është ashtu që po thonë. Po, okej, në fillim kom folë shumë ma shpejt në për video. Do me thonë më shluqin komente s'po mirë është vesh që i ka thu, se të shumë shpejt kom folë, e tash pak e kom marrë ma qetë, po folje ma ka dalë, ma rjedhshëm. Okej, super, do me thonë apisha që ka komente që për një me ta animojnë, ashtu të këfjellin, bjen diçka dhe të këfill. Na normal çka do që bojnë pa për krajën e familjes, nuk ishim ujtë me bo se ankon pro familjarët e tu që ti me bo edhe qitë punë, do me thonë pos 3 puna në të njëjtë go. Atëherë, të puna e familjarëve, i kam shumë supportus, ama shumë. Do me thonë, nëse si shinkon ata supportus, unë as nuk e kisha nis, po isha merr me 2 puna që aktualisht i kam. Fillim, babit nuk është që i ka pëlqy shumë me konë kështë pjesë e TikTokut, mas në medjave, mirë po me kohën e po që për një me për më pëlqen, edhe nuk jem të bo diçka jashtë suazave normale. Edhe me kohë po u zbët në farë mënyre, edhe ma bige sartë ka ardhë që ke pak, o qështu më thanë kemi bo qëtë video, dhe nuk është që e ka marrë, mas nejme në sportivitet, krejt senet. Supportu si kam krejt, si dhe mësë edhe motrën e vlanë. Motrën prapa ashtu e pës, për sene që jenë ma femërore, a vlanë e kam si me pas menager. Wow. Për gjdo bashkëpunim, do me thonë të parin ato e vesë, i tham, a bën qike qështu. Bën, mirë e postaj. Nëse nuk bën, pa miratimin e tina nuk e bëj atë sen. Super. E për vene punën e babit, po më intereson se për me, nashta edhe për vete që jam ti për shumë ashtu e lidhme me babin, momentin që më thët nisan, mësë me bo veç që më vjen, mësë me bo mo. A ka pas në moment që këta në dhe ti, hej, s'pe bëj, se s'pe pëlqen babit? Fillim për grem, jo për TikTok. Sa jam konë në shkollë të mesme, kom pas me viju kursin për grem. Edhe nën stop ma beke jo se keme lonë shkollën anash, adin krye shkollën mas ne vazhdan. Edhe unë e pash se mundësi shumë mirë për mu me vazhdu me kurs edhe me shkollë njëjtë në kohë, sa isha në akademit e Selma. Edhe nën stop insistoj që s'është mirë leja edhe pak kohës, tamon kur e kryn shkollën edhe për kushto është një punë. Po unë qatë shumë që e kisha qef insistova tepër edhe ma plotësun që dëshirë me vazhdu në akademi edhe inshallah ta shau kthej për të mirë që po besoj janë krenar. Pa dyshim që po, të pas parasysh e përmena dhe vetë momentin që del diçka jotja, nuk o shansa mos më nalë me këqyr, se e din që diçka ka thonë, dikun ka dosh me dalë që njeri. Po du me të pyte edhe paka shumë edhe për që pjesën sa është profitabile si punë, se për me në tisodit mujna me qujt ta më në punën e TikTokut, se ka njerë që për shambull e kanë loni punë që janë konto e bo dhe kanë fillu më mirë me TikTok. E di që shumë njerë, si t'ja nisit me u merë me TikTok, e lojnë punën që e kanë, do me thonë parsore. Une nuk i kisha bo që të sem, për shkak se TikToku është një aplikacion, po jo që gjithmonë ka me konë enë, do me thonë mas çdo vjetë po del diçka e re. Pa marrë parasysh edhe nëse po del diçka e re, pra po dhez në aplikacionin tjetër, po që one nuk kisha, s'jam tipi që merr na veç me reklam edhe rritën ditën shtrit, apo kupton. Nuk e du që atë sen, one kam qef me konë sa ma shumë aktive, edhe në kontakt me njerëz, do me thonë në ditë kam shumë kontakt me njerëz, se jam shumë lafatore. Dhe në kam qef me folë, me bo laf shumë e njerës, edhe nuk kam pëlqen shumë qaja puna që si kifit tem, do me thonë prej TikTokut me unal, prej punës që aktuali që e dënë. Sa për shambull mundet me fitu një TikToker në Kosovë, nëse nuk e kish bu, për shambull se kish pas vish TikTok, po më ne kish pas vish TikTokun, se u lidha dhe nëse janë se me kesh më hupe, nuk e di shashka kam nga du me thonë, për shambull nëse e lem punën dhe vazhdojnë më mirë vish me TikTok, a mundet me adal me jetu vish me punën prej TikTokut. Do më thonë prej bashkëpunimeve, reklamave, kështu më radhë. Nuk po të pyeti ty sa mundesh me fitu, po kështu në përgjithësi. Në përgjithësi fitojnë. Nëse je që i bën bashkëpunime tamam që shdu dhe din me i menagju. Se ka dikush që i bën bashkëpunimet jo me menagjim që shduhet, po nëse din me i menagju, është këgja fitim prursa. Dhe më thonë një lëks po nëshme përjetu veç për TikTokut. Okej, dhe më thonë një rrugë e mirë për bjanë që po del ka. Po del. Edhe për TikTokut. Shifrat, jo me shifra kështu tamo, po me sa zero për mas mundet me fitu një njeri veç prej TikTokut. Qysh po menën, mujt, ose prej një videos. Okej, ose prej një videos, ose edhe në mujt. Prej një videos me 2 zero mas shifrës, për vejti po flas.
Në mujt nuk po di, mvaret prej mujit që ka qysh tek. A ka muj, do me thonë dallan, ka muj që paguhet ma shumë, ka muj që paguhet ma pak? Dallan, po, dallan. Sidomos kur jem për shembull do muj që e ka naj fest, ka për shembull brende që i lshojnë do aksione tyne edhe kanë qef me promovu një produkt, edhe qatë ko dhezin do me thonë videot se këqyrin ma shumë njerës. Në qatë ko, kur të bëhet bashkëpunimi dhez, edhe nëse mas një kohë për shembull nuk është një fest ose nuk është që kanë shumë aksione të ndryshme, nuk e bojnë promocionin. A ka najkuj që Sara i ka thonë jo, për shembull me bo dikuj në reklamë ose me pas një bashkëpunim, a të ka ndodhë nëherë mos mu përshtat me dikan për diçka? Po, ka. Nështë ka naj brand që veç kur e kom pa nuk është që mu ka përshtat shumë me audiencën tem, se çka bëj unë në TikTok, edhe i kom thonë jo, po ka edhe naj brand që kena pas mos marrëveshje dhe këm shkëput. Për shembull, çka mund të më koni diçka një mos marrëveshje që Sara më thonë jo, se kështu shumë dukesh patësore, diçka shumë dukesh e qetë, shumë pozitive, që nuk ta marrëja që ti mundesh më thotë dikujt na jo. Zakon, po është e vërtetë se janë shumë të rralla, domethënë që ato raste, prej 100% shet veç 10% më thonë jo, 90% jem po. Ka një rast kur e bëj një video edhe nështë a japi maksimumin tam, biznesi nuk është shumë i kënaqur, se i them rregull, është mundet me ndërprej domethënë bashkëpunime. Do me thonë, ka dhe raste tilla që mund me ndodhë. Po. Si punë, do me thonë, e di që para gjykohet ti për shumë, e thash edhe ma herët. Sa të pengon që kësan, ose e menon vetën herë vesh milion kështu, do me thonë, s'po du mu merë me shtë. Traj nëse të thëmë që se ka menu, se s'ka njëre, do me thonë që ja nisë me TikTok edhe që ata të s'po du më bëllë, se të bohet në i herë, adin shumë më në tajnë. Po, kthejna me një herë, jem shumë të pikëthyshëm, dhe më thoi, i bipi shman qa folje, jem e këthyshme edhe kom vazhdu prap me TikTok, po për momentin jo, një herë që shto kom e vazhdu, e në shta mas një kohë si dhja. Unë e përmena dhe tja përmena të njëtën kur që e mirë është me punë të tjera, të më thonë si me i ka partiste për të munali dhe një herë që tu, sa është e fështirë me punu me femna, për një me kena kërkesat qëtëqme, a dy që gjithdojna më dukë si kur dikosh. Po, edhe kolegët ma bojnë e ki shumë një qëtësi më rana vetit, edhe di shumë mirë me ja u miratu mendimin klientët që e kam përballë. Nështë ta më vinë me një foto edhe vijat nëse i ka të njëjta i tregoj që po që këj krem që kanë shumë, për shembull. Nëse nuk i ka vijat e njëjta, e sugjeroj naj sa naj ndërhymje paka shumë, që me u dok paka shumë si qaj lok, po jo total se nuk bëhet. Ti punon, do të thonë tash të selmave që e kena po këta edhe e dina thuj se krejt naqet për cilën, edhe krejt taqet për cilën në të njëjtën kohë, sa është e vështirë me punu me selmën ose sa është e lehtë me punu me ta. Se njerëzve nashta në pikpamje të parë duket pak tipiron ashtu, po ju që punoni me ta jo njëni ndryshe. Është njëri ma me domethënë kom për tokë, shumë është njëri i mirë edhe kom cek edhe në për intervista tjera që shumë ka përkëra, domethënë prej fillimeve të mia, nëse jem kon keq ose jem kon mirë, nëse ka pas diçka me më kritiku ose me më tregu gjithmonë më në atë mënyrën ma të butë mëndshme, edhe më ka tregu, më ka thonë Sarë, çështë bëja, edhe për TikTok, edhe për shumë sene tjera, jo veç te puna e make-upit, po edhe në shumë sene tjera më ka motivu edhe më shtyn me punu çdo ditë më shumë, më jap motiv. A ka pas raste edhe kush të ka thonë që për ngjan pak me to? Po, ka pas. Se nuk e di se mu dashë po do këtë vesh mu. Një më shumë në sezonën ta jeti selma, thash jo nuk jam unë. Jam qika. Tash jam qika, po fix. Okej, çka lypin zakonisht femnat për shembull? Kështu kur vina, dhe na kanë se thashë kanë kërkesa të çuditshme, po më thon që të kohë që ti të vjen me punu me to, cila është kërkesa më e çuditshme që ta kanë bu? S'po di, sytë kanë qef mi ngresh shumë, s'mu duk naj imperfection, s'po du me thonë, se krejt femnat jena të mira, po naj një aty këto që kanë pak ma kompleks, kanë qef me mbulu, me ndryshu, edhe na me ato që muj me bo, mundohemi me ja rri qëllimit edhe me e tregu ma të mirën tonë. Ta është për cilë që të trendet të sane, qka është që ta është në periudhën e dimrit, qka me bu? Soft make-up është periudhë dimrit, verë, vjesht, pranverë. Për mu më pëlqen shumë soft make-up. Edhe pse edhe rëna më pëlqen me ly, najherë, po
ka ma shumë detajet e soft make-up se vrejen krejt detajet e mëndshme. E kur t'lyjnë marën, për shembull, kur e mushkit ka pakën me xixa, hije, liner, nuk është që vrejet. E kur ki soft make-up, ki qërpik individual, hije ma t'leta, na i shkëlqem aty këto tepër t'let, edhe doken ka ma shumë detajet. Tash na e dina që të bjerë me punu edhe me ftyra publike, edhe nashta pa përmend për momentin a jamër, e dina që kanë kërkesa dhe ata të lloj-llojshme, dojnë më dok, nashta më lyte për rënë, po mos më dok që janë lyte për rënë. Ç'është me punu edhe me ftyra publike? Për moshë që mirë, edhe për një me jeme privilegjume që në qëtë moshë të re, këm fatin me punu edhe me ftyra publike, me gjithat edhe ata janë njerë sina, po për shambull që shushojnë në ekran nuk janë shumë thjesht, janë njerë sina, po kuptan, edhe gjejni mirë kuptim me krejt, shumë mirë e kalej me krejt, po s'po moj me gjejt na i specifik, s'po më kujtojt e dikush që lypin diçka për shambull mu ly rëm, po mos më duk që janë ly shumë. Më varet prej videoklipit, më varet prej eventit ku kanë me shku, çka të tjetër. Cilën prej ftyra publike, nashta kur e kon pa e përfundu akademin, e ke thonë kështu çto e kisha ly dhe në momentin që të ka ardhur mundësia me lyt ana ç'ushelin çat moment. Okej, dina që në BEK kanë shku gjithë stafi selmës me ndrejq. E kur i shëshan televizor të shazë, sa ta më pot puna brena i hera, bëten me shku me ly në BEK, ose jonidën. Se dina që kur vjen që ke koha e dimret, non-stop jena në televizor edhe për cilëm, 24/7. Me jonidën e kom kalu një periudhë gjatë, dhe me thonë 3 muj, hane prem të jem konë non-stop me ta. Edhe kom thonë ose sot pëm në pe ly, edhe një publik i tonë shqiptarve, dhe me thonë që edhe prej veneve të ndryshme e këshyren, unë e pe ly, e që ke u kom për mu te për një knatësie madhe. Ty atë ka ra edhe me këta që janë konë Big Brother me lyna i kam prej të ne? Si vjet jo, vitin e kalun po, Santen, më ka ra Albën, më ka ra Ilirianën, mas një për Ilirianën na shku edhe ndasëm na kaftu mu edhe një kolegën tem edhe stafin e kacet, që u konti për mirë, ashtu e kena që të pun pak edhe fën, edhe dasma, edhe lyna, bëden krejt mix, unë shkoj shandarsëm aty se me kone ftume, ndërkohë që si e kryke dhe me thonë valzimin, hypshëm e një herë në domë dhe me thonë edhe e grimajshëm. Sa janë bashkëpunus, kështë, sa të kuptojnë, sa të halojnë ty në dorë, për shumë dhe thonë, ti e make-up artiste, ti e din që kam shkon, ti e din që shma bënë qëta. Cili është ma i letë ashtë me të halojnë ty në dorë komplet, për fillimit dhe rrimë fund? Po, ka dikush në i herë që të thëtë, ka me shku dikun në një event, po për të halojnë dorë ty, qështë të më shkon lyjam. Që atëherë me i dora dhe me thonë si kur gjë heq. Po ka në i herë edhe në i kush që më tëtë qysh du shlymë, po për shambull lajnerin mësë ma bësh shumë drejt, po ma manal, mundona me ju përshtat mendimit tyne, edhe besoj që gjithë kush e din si qaj ka hije, mas shumë tim vete, për shambull dikush ka që ma shumë blash, dikush ma shumë bronzer, edhe unë nështa nuk i qes mjaftu shumë blash, se unë qysh është shumë pikpamjen ten, si make-up artiste për mosh mjaftu shumë. Po ajo lyp ma shumë blash ose bronzer, me një herë e qes edhe shoqe për një me njët ma vetvetja, ma e kompletume. Po, se o mësu me e bush ato ma shumë, edhe ma me bu mja lënë ti ma pak, të thonë ja, valas po duk në mirë, nuk e prita si do këtë vetja kompletume, pa e qitë edhe një pikë. Do blësh të donës. Po. Ti e përmene periudhën e Big Brother edhe në përdu me kalu pak të shara pjesë, por njerë përdu me të vetë ty, a i shëhina e në Big Brother? Jo. Pse jo, kështë që ka është direkt, më tha jo, ta më rranja unë e për qaj atje. Jo, sa jam konë që tash më beg, ashtë të bëjsha i gare me dinin edhe jonidën edhe ja bëjsha hej, jam për merë një vitin tjetër, se për një me bëj show e fitoj. Edhe në stop ma bëshin pomëreve që a vjen, po jo, nuk e kam në mendje me hynë qëto pjesë, kam qef sa dë që jem pjesë dhe me thonë e TikTokut ose që më shojnë, që më njojnë njerës, e kam edhe një farë privatësie që nuk e din kërkush ta më se qysh janë. Qëtë që ke pjesë dhe shta me kalu dhënë, për shambull, sa nashta ta ka hek pakat privatësinat perdën që e kena na për para, për shambull që në shpijena vetja, për mandejte qatë shumë të pa njerëz në për rrjetet sociale, tani kur del, dyqysh i do kësh je dikush tjetër, sa ke mujtë ti me mshef nashta pak diçka për jetës tonë, ashtu që mos me ditë krejt njerëz. Atëherë, për shambull me nanën, kur i thëmë për bujna një TikTok, më thët Ane, motra jam nuk, edhe fol nana jam, motra jam nuk është që ka qef shumë me fol, po ka qef adina i klip me roka ashtë. Vla, për shambull edhe babi janë tipa që nuk kanë qef shumë me u ekspozu në TikTok, ta me ma bujnë ma, adin mësë më gjera edhe e lo. Do me thonë njaruj privatësin familjarve të mi, e për vete ka shumë sene, s'po di qka me cek. I tregoj sene që
mujnë mi ditë krejt, po diçka që është ma private nuk e tregoj. Domethënë po dëshoj me majtë në sene, sa do që po falë që po dëshoj me majtë në sene dhe për vete. Unë besoj që sikur unë njëjtë që kam menu, kanë me menu dhe njerëz të tjerë në mënyrën e prezantimit të shebuna, po a e kina i sen yllin, se të veta edhe para prakisht, yll limoni dhe a e kina i sen, se mbjani në njëjtë. Yllin, nuk e kam kur gjo, që më ka ra dhe me to me bashkëpunu, në për koncertet ti, ylli veç u konë në klasë me motrën tem, edhe kur më rani ditë në koncert me të më tha, hej, a qka shumë e rrita, je motra e ilmës. Thash po, tha, ku pa më në ti u bune më ardhë në për koncert dhe më nga grimu. E qke u konja prej lidhjeve që më ka ra me taku tamon yllin personalisht. Në thonë vishë mbjarmat e njëti paski, se së është këkë pejt njëti të venën së najtë. Jo, nuk e dija e na prej njëti të venë, ama me dje nuk e kam kurqo. A, njëse mirë është, Kristora vishë mbjarma që të se nështë ako njerë që kanë qef me pas mbjarmin e tina. Qatë shumë nështë që ju pëlqen ashtu muzika edhe mu pëlqen shumë si artist. Cili prej artistave të pëlqen se masi që kajlëm të shke pjesë? Artistave dy... Njase. Dafina Zeqirit Dëngjoni. Pse Dëngjoni, se nashta kitë kanë me të kritiku shta. Se adina i drejnicë, se qysha jetë. Ta kam pri që në me thonë a i drejka, na qëtë Amerikanë. Jo, për e me Dëngjonin pëlqen shumë, se është shumë real dhe qysha dhe është tamam bras pëdiqme, edhe ka pak atë stilin ma burë për qëta. E Dafina është te për, dhe me thonë, ma jem rrit me kongë Dafinës prej e vogël. Edhe më pëlqen shumë energjia, stili komplet. Po du me najtë edhe pak të Dëngjoni, edhe po du me të pytë, a kishe bashkëpunu në herë me ta për shambull, ose atë ka ra në herë më taku me ta? Jo, nuk më ka ra. Më varë se qëfar bashkëpunime, po na i videoklip ose diçka jo. Përveç punës tem që moj mi kry diçka punë, shërbimet, jo, në për videoklipe e këse jo. Unë të kom pa edhe në për panele kështu, dhe një sen që mu ka duk interesant të konaja kur këshu me shmimore. A vetë e ki që ta në gjak dyqysh mu konë, qka do që bënd ti ka me ecë, dyqysh nuk ka shore ba bo viral. Cela me shmimore? Me shmimore cilë, mes kur je konë një debat televizor. Po, më kujtojë që ta është se desha sakt. Se di, vetëm ka arë që ashtu, e kom di temën që ka me u diskutu, edhe dhe me thonë tema o konë sa kushtë një dasë në Kosovë. Edhe kur e dita që është këtë temë, tash sigurt kanë me ngucë pak të çmimet, kështu që ma mirë për marrë çmimorën me vetë, s'foli heq edhe vishja të regoj ekranit, edhe është përgjigja për krejt, se krejt e kam pas që të pytje, sa kushtën, qështu kushtën, shumë shtrajt, shumë lire, a ne e këne kështu tash ma mirë një herë për gjithë mu pja kalza i çmimet. Le të marrin vesh krejt. Sa është e vështirë pra me ba diqysh një dashë në Kosovë, adin, kunale shëfqysh, grem, fustan, me armet për cilë, me ndreqë dhe gjatë darsme, sa është e kushtushme? Për mu ka me konë shumë e letë, se këtë kom i bo me reklam, fustani me reklam, grimin me reklam, për mes TikTokut këtë kom i bo, nëse bëj TikTok dëri atëherë, se si dihet, se di, nështë ta që jem embe që ka pjesa e make-upit, s'po moj me dhona i shifër ose me të tregu sakt, po tash që kanë ardhë puna, për shambull këngëtare, dizajnere, dekori, saladasmës, janë krejt ma shumë të kushtushme. Do më thonë mas të hinëm që kënina, e përmena pak punën në darsmave, se na kishe bo TikTok edhe mas që ishe martu? Se dhe diqysh, si ka dale diqysh. Po se di që shumë jem puna deri atëherë, po. Kisha nejtë që që jem edhe kisha bo. A menon që ka djemë Kosovë, për shambull nëse ai nuk i shkon që meret me TikTok, ose si shkon dishka ftyrë publike, a menon që ta kish përkrash profesion? Po më varët, ka nështë dikush që i pengon, ka dikush që nuk i pengon, nëse si kish pengu për shambull, e kisha postu edhe ato nëse i pengon, e kisha lonë ma privat. A eshe vetën kështu hitë si nuse për shambull? Se ka pun të shpis të regove që se ki problemi bu? Ja, se kam problem, a për nuse s'ti që ka thamë. Para një muje, kom pas një bashkëpunim dhe kom vesh vellën për herë të parë. Kështë të tepër më pëlqej ndjenja, dhe është shumë interesant, do kësha asi nuse e kompletume. Po di mija të këto sa dë që janë tradicionale, sa në menoj që mu nuk kam rejnë mirë, s'kam qef, adin së shëvetën, ashtu shumë në qatë pjesë. A kishe vesh për hatër të vjerës, pra, për shambull nëse të thataja, po në këm qefe, po du me të po në to. Po normal, se edhe unë s'kisha pas qef nuk s'ti avlatem, për shambull me ja prish nonës tem, edhe unë ja kisha po qefin. Do me thani kishe vesh? Po më ishme me të pa dhe si nuse. A imaginam shtu vetën, a dina del vetja për para. O, këshirë se i kom pas edhe dhe ofertat bashkëpunime që shto me tesha, dhe me të ndimia, dhe lama, kështu.
Po se di nuk menoj që më rrinë mirë. Ade nuk menoj se do shmu kom pak ma e kotë, ne jem pak ma shkurt. Se ka mirë do kështë e madhe, do thonë njerë. Dohet me mush, diqysh menoj që ato tesha, po kuptan. E se di se shoshëm vetën me to. Në atë pjesë nuk është ato, më thonë. Ja. Qëra po du me kalu të një pjesë që për ne me na prek në ashtë gjithë se cilës femën kështu, po du me dhitë sa e feministe njerë si fille. Shumë jenë feministe. Dere në atë moment, normal që nuk më vjen puna keq prej femnës tjetër që jem të e përkrap. Ka gjë jenë feministe. Po du me të pyt, se po du me kalu të që ke TikTok-u, se për shambull në TikTok shumica pedina që janë femna, edhe reklamat që për shambull bohen, mundën më bo prej 2-3 vetave i njëti produkt më reklamu. E sa e vrinë që ta që në ashta kam pakinati ashtu, se në ashta tentojnë, hajtëson për bëjma mirë se kjo, ne bëjma mirë se kjo, e vrinë që ta. Po, ka plot që nështë e kam pak një farë gjelozije, sane, mu nuk më pengon heq, unë kam qika në TikTok që nuk më kam follow back heq, edhe ju komentoj, edhe ja u like i video, të më pëlqen, edhe kur që kërkujt, jem te për e tjesh, do me thonë qëtë aspekt. Këto në Kosovë për një me ka shumë, e thash edhe ma herët, qika që bujnë TikTok. Qysh jemi këtë rjetin e TikTokerëve, sa të bjem mu taku me to, se në për evente kur takojni, që shkojnë që ato që e biseda ju i më interesën shka folni. Po krejt e njojmë jena tjetërën, a den rranë që tëtë, ja s'pe një, s'pe di kush është, krejt e njojmë se s'ka shansë bre një video pa dalje njënës që ka bo buja, po kuptan. Kur shijem që shto në evente, unë krejt e shka ju folje. Hej, që po bëna, e mirë o sa të mirë TikTok-ën, ane i knej, krejt e dina pak do sene prej TikTokerëve që a i shpalosin do me tonë në rjetët sociale. Edhe kalzova jem lafatore me njerë, shkoj bëj laf me njerë, si me shëshnushme, nuk e kam problem këtë farë pjesa. Tash po të me ta bo një pytje, po dush me zgjem janën. Hajde. Te do me thonë TikTok-u një, make-up artiste 2, me punu në biznes familjar 3. Po. Nëse ishtë dash me hek 2 dhe mojt një, cilin e kësha bo? Që të më kello pa tekst. Ti shkon e kolegja e Aurora, me njerë kështë thonë më gënë e qëtësen, edhe në po të më gënë e qëtësen. Këqëre tash, të trija t'i bëj me qef. Nështë ta TikTok-un, hajde, okej, kësha anashkallu, punën se make-up artiste s'moj. E kam në gjak, më pëlqen me punu me femna, më pëlqen me dal, mu vesh, mu ndreq, me bo dikën mu një mirë, se grimi nuk është vesh një grim edhe hajt, është art. Dhe me thonë, me antë konturave bën një femën mu një ma mirë, ose e bën mu dok qatë ditën e dasmës për shembull, për allore dhe i doket vetja tepër e bukur, ka vetbesim, çaja të bën mu një tepër mirë, fjalët e mira, dhe me thonë, bojnë mu një shumë mirë në pjesën e make-up artistës. Në pjesën si kuzhinjere, që punoj në biznes familjar, është ai qefi që kam qef me i ndihmu familjes edhe qysh ata më kanë rrit mu deri sot, normal edhe unë me ju gjinë se këra, edhe s'po di e një qysh dyja ti kam kështu shumë për zemër, abden, s'moj. Dhe më thonë, në ditë unë, 2 puna i bëj, ka najherë që nuk kam me shku në studio, ose ka najherë që nuk kam me shku në lokal, në biznes familjar, po gjithë një farë mungesën. E njënës. S'moj, po, me dyjat kam qef me konë. Ti e përmend edhe punën si kuzhinjere, unë po du me veta shka den me boti ka kuzhina. Për shembull ndoshta që njerëz të shohin thonë, "Jo ku den me gatu, kjo vesh TikTok-un dhe me përdorë." Mire kanë, se one ushqimet e detit di me përgatit tepër mirë. Ka ona për shembull flia pite këse nuk kam lidhje, po ushqimet e detit i kom marrë trajnime tamam kur e kena hap biznesin, edhe i di sakt çka bëj. Di me bo levrek, di me bo kët, salmon, di me bo midje, di me bo karkaleca, kalamare, këgja i di do sana. E këto tradicionalet nuk i den? Tradicionalet di me bo bëk me ve, najtost, kur gjo ma shumë, ja, këto tjerat nuk e di, nështë ta pëse se kom provu, nuk është që se më kanë lonë, po së është kur që e kom pas nevojshme me kon ka pjesa e kuzhinës në qatë aspekt. Cilin prej propre ushqimeve tradicionale të pëlqen, kështu që kështë dash me mësu me gatu që me ditë me bu për qeftonin për vete? Po që thojnë pasullin është tepër letë me bu. Kur së kom provu, së më pëlqen, po kësha pas që vish me bo njerë, mas jo letë, adin, mi ka zuna në stem qëre edhe unë pëti me bo pasull, adin, që kjo, se na një tjetër s'po di, na jam kejcenit i bënd të mira, se kam kështu na i sen që nuk kisha dash në mësu prej saj. A ka na herë na i sen që thot, te le, adin se s'din me bo, se na i sen?
qështu ka kuzhina ose ka shtëpia, se thash që me pa një njeri në TikTok në kamerë të në kohën, dyqysh e ki përshtypjen që s'munat me bo diçka tjetër po ç'asoj kamere. Po. Kur marrë me gatu na i sen, ose munona minimu, mille ka më derdh krejt në për tavolin, vaj ka më derdh, qumshti ka me qitë ma shumë ma pak, ka ma bo lesar, se vesh nervozje të mbo abden, le ma mu ma mirë edhe kryin tani ajo. Se kështu, të më tonë kam qef me përgadit e tani më fund me fshime ratu krejt shpin. E nana jem dyqysh shumë pastër i bën senet aty, as nuk fëlliq, as nuk qet ma shumë se që do, as ma pak. Po ka edhe një herë të TikToku se jo rastisht kam thonë merra një qantë me vete. Kështu që shumë po më intereson cili prej trendeve TikToku tu ka duk më i vështirë për me bo. S'po di. Zakonisht kur e shoh që s'moj me bo, s'jam sy heq. Nuk ja nisi me bo heq. Si të shoh që s'ma dën të ma mirë le krejt. Kujna me thonë qëto, qantën e Sarës. Hirës atë. What's in my bag? Të këqyrim qka ka në qantë, qka mo. Edhe me tregu drejt që qantë e kam dhe me thonë që shë kom pas dje par dje. Të nësene që shki pas kia. Me përgadit. Kjo që s'do me dalë në kamerë. Po, bëja. Kamerës. Dole në kamerë, a unë grete. Ka me këshyr? A me këshyr qëtë? Okej, a me bosin TikTok? A vesh për t'i kalëza i sana? Po tani nëse ta në i sana që tash të pëdi qka kim po? Okej, qëtë në qanë tem pju të regoj qa kom. Nështë ta më një më kritiku për na i san, nështë ta ju pëlqem, po në pju të regoj qashtu që shikam të rendit në, një kullet. Pakullet nuk del? Ja, jo, qa me lyp me dal pakullet, s'ki ku shkan, vesh me dal me po vesh me një kartelë dhe to. Një krem durve që të kosëm qanë dur të ka gjashëm. Një oke se më dham kryt. Një parfem të vogël. Qëto e pas në një pasqyre. Një gloss. Ndëgjuse edhe orbita. S'kom najse, ma shumë bëllë më pas kanë zonë. Jo, me nëzopën të ka bëllë. Po dëshysh, hitë s'ma mur menja shumë e noa që keme pas ma shumë shminka, ose keme nëzirë najtë tripod, ose keme nëzirë najtë drita, najse. Ja, jo, kur kam e bo video, këto e kom di që i keni krejtë, sanet si më ka desht kur që hesh me marrë. Nuk i mora me vete, ja? Jo, si mora. E pash do kej, marka e sene që kem, sa je edhe në mas tëne, për shambull, ose me punën që e bën është, a ka në moment që dhe mja bovi të qefin edhe nuk e këqyr qmimin në një produkte, për nëse ty të pëlqen vë që blenë. Ka se këtë e bojna që të sen, nëse na pëlqen a i sen, po nuk është që shpenzoj jashtë normalës. Në gjithmonë një mesatare e kam, edhe nuk është që jem kështu shumë e dhone mas markave, jem këgja tip ma i thjesht. Nëse më pëlqen në i sen shumë, zakonisht kur bod viral, e kanë krejt qikat, lakmën pak syne, mënona e dhone, e blej, qështu. Unë do me të vetë një sen, për cilin për në me edhe në jem konë pak se shumë kritikuse ndaj tyne, po edhe ti e TikTokere. Kritikat me veni ki. Të këshyri krejt. Të kishin ditë edhe do tjerë, po nuk vedi. Jo e din, po vetë zdojnë me pranu. Oni po do me thonë të qke pjesa e TikTokut, për shambull, qka kom hasu në për vete, shumë TikTokera e kanë msty asambleve. Atë shka i menja ty me thonë, hajtë kanditoj edhe në për asamblej, se nëse kom dit, atë po pagushin ka gjamirë. Një 700 që për dilke që të të kanë. Me pas dit kishë në shkollë dhe vetë. Veç i kam 3 puna, se në ven kisha. Po të atës kime shkush dhe ditë? Po s'ka lidhje, pa marë parasysh, vish mos më jep vetit ma shumë obligim. Se në ven kisha apliku. Jo, hajgarë për ta më më puna. Ja njësa me të besu. Jo, s'jem kështu ka politika heq. Jem ka gjalark. Ata që kanë hi, veç suksesi uraj, edhe inshallah po bëhet një Prishtinë, një Kosovë ma e mirë. Për ndryshe, ndoshta nuk e ka naj pun tjetër, edhe përveç TikTokut ka vendos me hi edhe në një pjesë pak ma të gjanë. Edhe suksese s'kam qka ma shumë me diskutu. Jo, po më intereson se qysh e menon, për shembull ti se që bën TikToka vet, dhe qysh atë shkon kështu në herë menja ose nëse të ka dalë dikush a ke thon ku a vjen qysh. Kom thonë kom ja e votën. Po kom pa plot edhe prej rreth i shoqënisë tam që janë asambleista këtë vet. Edhe votën po se po qysh tash më herët, nështë ta janë kun veç në pjesën e TikTokut edhe ka nevoj për një punë tjetër, po inshallah veç me men atë punë. Apo kupton se edhe në për shembull bëj TikTok, po i kam edhe 2 puna tjera, s'monët
më thonë dikush për shembull të s'ki lidhja, beten se ti merresh veç me TikTok, je non-stop në TikTok. Ti non-stop më shan TikTok, po unë jam të punu non-stop për tjetër çka. Kështu që nështë kam pas qaf me pa vetën në një fushë tjetër, edhe tash këta të rinjt janë fokusu këgja shumë ka politika edhe me studime, kështu që të shohim çka do. Nëse ta kish lyp, sa e përmend edhe shoqni, nëse ta kish lyp në kush na ide për TikTok, po që është të kandidu për asamblej, çfarë ideja u kishte dhënë? Çka ju kishte thonë bën e çto se na shta dhezë të shohin më shumë njerëz. Varet se prej cilit vend vjen, për shembull kom pa prej komunave të ndryshme, edhe ndaj problematik për shembull që ka këgja të madhe çaja komun, i kisha thonë bëni një video të që ky vend edhe tu i kena mundu me rindërtu qëtë pjesë, ose për shembull në Prishtinë kena mundu mu hek që ke kolon se na lodhe. Qështu ja kisha jap najtë si farë lloj ideje që është për të mirën e krejtve. A për vren që je kom për asamblejiste me kandidu? Ja. Ta pas ka vro synin të defektet Prishtinës. Po ma kam vro synin, po menoj që jam e re dhe nuk e kam kapacitetin qaq të nalë sa për me i menu sanet për krejt popullin tonë. Ka njerë shumë ma të lartë se unë, edhe me vite përvojët punës ma shumë se unë, që i din ma mirë këto punë edhe mujnë miratu ma mirë se unë. Le të zgjedhin ata. Po, unë e këto veç po rri po pres, zbohet mirë, duhet me ja therë na i kam. Ka po dojnë, kuptëm ja therë se si kam lërë me krye emisionin, të veç po del diçka tjetër. A ke menu në herë me dojnë jashtë? Jo, kur, a kore ke dhe ke. Tash një mami babët kallzojnë ata të taboti ku e ka dhe me shku? Ja, ani që shumë kanë ma të voglën, s'ka shansë, dhe me thonë, veç atë në shpe. Zdojnë me më pa jashtë. Nuk e paske kështu, nuk ka shku në herë në përmen me shku dikon me jetu jashtë Jo, Kosovës. s'moj, nuk moj me paramenu vetën në një shtet komplet tjetër, në një kulturë kejt tjetër, me mësu gjuhën, nështë ta punën prape bëjt njëjtë, po nuk janë sanet njëjtë, nuk janë trendet njëjtë. Ndryshe për shembull lyjna këtë, ndryshe lyjnë jashtë, ndryshe për shembull gatuj këto shëm detet, këtë kanë qef në Prishtinë, domethënë, me pjek peshkun sa ma shumë. Në vend e jashtë kanë qef me lënë pak ma të lak të peshkun. A dhe ndallojnë që të sene, kështu që se di, s'kisha mujt më përshtat, jem shumë mirë që të ku jam për momentin. Kështu që nuk e paske në plan, po më duhet paske me shkuar një periudhë që paske me të pa të sajde, veç që thojnë këta zoti mos e baf, më martu dikon jashtë, s'ki qare pas Ja. Asa ato jo. Ja, s'ka shansë. Këto e kam kështu të përime që nuk isha shku kur jashtë. Do të thënë paske me të pa në Kosovë gjithçysh. Po. Po të me, veç edhe një temë e trajtu me ty, nuk kam qare, se e përmena dhe në fillim kur janë nisëm, të bukuren, femnat e bukura, sa menon që në Kosovë paragjykohet një femnën që është e bukur? Paragjykohen shumë. Si të shoj një femën të bukur, kjo e ka bu këto, e ka bu ato, nuk punon, e bën për mes një reklamës, e, po që këto sene nuk janë heq të vërteta, ka shumë femna të bukura dhe suksesshme në Kosovë, që punojnë, studiojnë, tamam e kryjnë një shkollim, do me thonë për qatë punë që e kanë, edhe për pozicionin që janë. Te e përmena dhe vetë që i është shumë feministe, kështu. Sa të pengojnë që to, për shembull, që to ndastir që i bojnë, ose ja shojnë një kart mirë që e përmene, ose një pozicion të mirë dikon me një punë që e ka, edhe me njëherë ja ka bu dikosh. Sa të pengojnë që kjo? Nuk më pengon normal, tregova që jem feministe, po nuk kena qa me bo, se si mirë si keq halë ku gjithë kanë me folë. One qëta e kom kështë, të me thonë primare si fjallë, si mirë si keq gjithë kanë me folë halë, komend si sprejsen, kështë që veç me rëndësi munit e mirë, si fjallë nuk hekon kur. Na trendin e TikTokut e krym veç arretëm në fund të emisionit, kështu që unë nuk muna me plan me ecë prej këto pat vetë, shka i ki planet, shka ki me bu, a do me janis me bu na i fund tjetër, a do me qelë në lokal tontin, a do me leon babin me thape qelë dhe në temin, po se di me bu pesh, shka po do me bu? Krejt kena qefe, kena dë ambicje dë sene që nështë unë për vetë jam shumë kërkuse në vete. Sa të që arritin një sen, thëm, s'pëm knasht, ashtë dëna me bo diçka hala ma shumë. Gjithë më jena kërkus, jam shumë mirë për momentin në punën edhe në qëtë pjesë që jam. Po, kam na i synim edhe ona aty këto, kam qef me konë për shambull një personal make-up artist e dikuj që është në Hollywood, ose në artistit botëror, që shpresoj me u bo edhe këto. Okej, kështu që apet po më shtin ndë farë tema është që
Apet po vite që çka nëse Sara një ditë pe lën Kosovën, po më duket s'pas ke me lën, apet po lën. Jo, nuk e lo, shkoj, punoj, kthena. Kështu që lëvizje. Kontriboj për vend tem. Po mirë, e vjen e pagun tatimin në Kosovë. Po. Super, nuk ja bën si muziko, që ju ka për njerit pa bigore hak. Kështu që shumë faleminderit Sar. Faleminderit për ty, kënaqësia është shumë e madhe që më kom pjesë këto. Tregova që kom pas ftesë, nuk kom mujt më shkune për intervista tjera, edhe për ne jam kënaqur që jam një tepër shlirë si në kafe me dalë me ty. Shumë faleminderit, do të për veten nuk e vrejta hiç shukrit në minuta, do të thonë arritëm diçto. Ka pas ndaj moment që më ke trollau, po çashi më habitu të kshyrë, sa meta më ke çka kam pas në fol. Kështu që shumë faleminderit që kemi akës bukuruar studion. Faleminderit. Pafshim vesh për të mira. Sukses. E të pafshim te ata Hollywoodat ku ti ki qef. Faleminderit bashkë me juve. Faleminderit. Kështu që miq të gazetës Demos, kaq keshim për këtë të shtunë, flani rahat se yll Limani nuk e paska kur gjë. Tonk tonk. Tupo.